Në rast se ushqemi me ushqime të rënda, për shembull misht koq, kur përgatitëm, pak pite, pak fli, pak mantija, do pyet latëm la aty që po vizlojnë as veçare vaj hangër. Krejt këtu, do më thonë, janë qatë zërë për më tretë, so që qëndrojnë gjatë në lukth. Edhe lukthi, për me funksionu, i duhet gjak. Do më thonë, gjaku prej tërë trupit fokusohet në lukth, për me tretë qatë ushqimin. Kështu që ty të merë gjume, të bjenë energjia se trupit nuk mundet me kry krejt funksionet njëjtën kohë. Po në rast se ushqimi është i letë dhe është i seleksionum të amon që është duhet, atër a i gjaku nuk ka nevoj më fokusu tërsisht në lukth, po ka hapësirë me kry edhe aktivitetet tjera. Si që thatë, pas iftarit, shumica pritojnë me shku mi falë taravit, do më thonë, edhe kjo është pikrisht shkaku që e teprojnë ato dhe gjaku fokusot këto. Kështu që duhet me hangër pastër, ma pak, që me pas tani qatë energjin për me shku në taravi, në ashtë tani edhe me shku të dikosh të familjar, që shkojmë zakonisht me nejt, ose edhe për familje, se dikosh veç hanë edhe bjen flenë që ato. Mon nuk është, do më thonë, për kur gjëhet.